emri tënd, Zot. Haleluja. Amen. Haleluja. Shalom, shalom, shenjtore, Adonai ju bekoftë, qoftë me ju, me familjet tuaja. Olger Spahi nga Zeri Mesias, për një live të shkurtër, për lavdi të Atit, për çdo gjë që shkrimi na thotë dhe jemi të mbushur me shkrimin dhe për lavdi të tij jam këtu me vllajin, duke ecur në rrugët e Shqipërisë tonë. Por zemra vajton, zemra shikon, zemra dëgjon çfarë ndodh sot në mesin tonë, si vëllezër e motra, në asamblenë e tia. Dhe unë lutem Atit që ti të bekohesh, të marrësh prej shkrimit, të kesh një njohuri akoma më të thellë në shkrimin, për çdo gjë që mund të flas. Dhe lutem që Ati të veprojë në zemrën tënde, kushdo që je një vëlla, në këtë rast në drejtim apo je në besim, në ecjen tënde, nuk ka rëndësi. Çfarë po meditoja dhe po bisedoja këtu me vllajin Lavdiati dhe ka akoma vëllezër të çmuar që kanë kuptuar në thjesinë e shkrimit dhe sot e shkrimi vet, të jemi të thjeshtë në Mesian Lavdiatit. Dhe po bisedonin për karakterin e Atit, karakterin e Atit që është i veçuar, i mirë, i drejtë, i shenjtë, Lavdiatit. Dhe po të shikojmë në Efesianët 5, shkrimi na thotë, dhe ju të dashur thotë, bëuni imitues të Atit Elohim. Çfarë do të thotë të jesh imitues i Atit? Kur ti dhe unë shikojmë një person, vëlla motor, shikojmë karakterin e tij. Dhe ai karakteri i tij është i përcaktuar nga sjellja që ai ka, dhe ti mund të jesh imitues i atij karakteri apo një djalë, një vajzë, mundohet dhe neve mundohemi për fëmijët tanë që ata të jenë imitues të karakterit tonë, dhe ndoshta edhe më mirë Lavdiatit. Tani kur shkrimi na thotë në Efesianët 5:1, që të jemi imitues të Atit Elohim, do thotë që të jemi imitues të sjelljes së tij të drejtë Lavdiatit, të jemi imitues të karakterit të tij, që është i veçuar, që thotë dhe shkrimi vet, gjithashtu në Isaia 5:23 mos gaboj, thot Ati është i veçuar, është i shenjtë, këtë e dim. Ati është i mirë dhe i drejtë Lavdiatit, në ligjin për të rirë 32, vargu 4, përcakton karakterin e tij, përcakton ecjen e tij të drejtë Lavdiatit, që pasqyrovi në fytyrën e Mesias. Unë lutem Atit që shumë prej nesh që në këtë rast ju që po më dëgjoni, lutem që ti ta marrësh këtë mësim me një zemër të përullur. Sepse unë kur erdha këtu në vendin tim dhe jetoj jashtë, ndoshta nuk ka rëndësi, është dora Atit dhe nuk na sjell, nuk na joshin gjërat që janë jashtë. Por zemra vajton sepse në vendin tonë këtu në Shqipëri, lutem Atit sepse shikojmë gjëra dhe ajo si thua gjumi frymëror që ndodhet këtu në ne, është për të vajtuar. Përse? Sepse kemi lënë shkrimi më një anë. Shkrimi na mbush. Fjala e Atit është e vërtetë. Shkrimi na pastron, shkrimi na bind. Kemi nevojë të lexojmë shkrimin dhe në ecjen tonë personale akoma më thellë, të ngulmojmë në ligjin e tij të përsosur Lavdiati, sepse e tham për karakterin e Atit, që është i përsosur, të jemi imitues të Atit, sjelljen e tij të drejtë që pasqyrovi në fytyrën e Mesias. Tani vëllai motor, kur disa në këtë rast dhe siç e dëgjojmë, jo vetëm këtu në Shqipëri, por kemi dhe përtej kufive tonë, kur neve në këtë rast themi që ligji apo toraja që është ligji i tij është hequr, tani nuk është më për ne, atëherë si mund të ecim neve në rrugën tonë, vëllai motor? Ligji i tij përcakton kushtetutën e Atit. Tani në qoftë se në vendin tonë, apo në një aspekt të caktuar, po marrim shembull ministrinë e arsimit, kur dekretet e ligjet e arsimit janë hequr, atëherë si do ecin shkollat? Si me çfarë strukture do qeverisen? Si do drejtohen shkollat as nga filloria deri në universitetet, kur kanë hequr në këtë rast ligjet e arsimit? Kur ne kemi hequr ligjin e Atit, që Mesia praktikoi dhe eci për 33 vjet, na e la nëpërmjet apostujve, çfarë mund të eci, me çfarë mund të ushqemi? Romakëve 7:12 thotë që ligji është i mirë, i drejtë, i shenjtë. Atëherë kur
një gjesht e mire, drejt e shenjtë. Në këtë rast e heqim me çfarë do marrim? Hoqe të mirën, do marrësh të keqen. Hoqe në këtë rast të drejtën, merr të shtrembërn. Hoqe atë që është e veçuar e shenjtë, do marrësh të ndoturën. Atëherë si mund ta përcaktojmë sipas gjykimit tonë, ndërgjegja jonë, ecja tonë ku do bazohet në këto aspekte që janë pa udhësi apo në ecjen në karakterin e atit? Besoj se ti duhet të kesh në këtë rast në zemrën tënde një dëshmi dhe unë lutem atit që ndërgjegja jonë të jetë akoma me zgjuar. Zgjuar flas në zgjimin, jo në gjumin frymëror. Dhe unë lutem atit që ti të kesh një dëshmi në zemrën tënde që urdhrimet, festat e atit që tani po vjen, gjithashtu po vjen dhe Pashka në datën 8 të martën, të kesh një zemër të përullur, një zemër që dëshiron të njohë karakterin e atit, një zemër që dëshiron të njohë më thellësisht dhe jo të bazohemi në mësime të tjera, në mësime që ka trajnime ndërtesash që shumë për ju keni vajtur. Kur ti fillon dhe të mësohet nga ata persona që duhet të dinin më shumë gjëra, sepse besimtarët janë duke u mësuar, por shkrimi thotë që për mësuesit që do keni gjykim akoma më të ashpër. Prandaj mos u bëni shumë mësues, thot shkrimi. Kur në ato ndërtesa kanë hequr urdhrimet, festat e atit që janë të përjetshme, janë të drejta, janë të mira, të shenjta, dhe masandaj me çfarë neve po ushqemi, si po disipullizohet asambleja e tij? Po disipullizohemi në filozofi njerëzi, sepse na thot vetë Kolosianët që mos u tërhiqni thot nga filozofitë e njerëzve, mashtrimet e kota, sepse në vargun masandaj thotë në vargun 16, duke mbajtur urdhrimet e atit, në këtë rast duke mbajtur festat e tia, në këtë rast thotë do gëzojmë të mirën e atit, thotë gjitha këto janë një hije thotë e gjërave që do vinë. Ku do vinë vëlla e motër, në çfarë periudhe? Isaia 66 thotë që do t'i mbajmë urdhrimet, festat e atit kur të kemi marrë trupin i nor për ata që ati do vendosi të denjë, për të qenë pjesë e 1000 vjeçarit mbretërisë së Jeruzalemit të ri që po vjen, ai mali i shenjtë të Sioni, lavdjatit, që thotë në Zbulesa 21. Nuk përcakton vëlla e motër ecja në këtë rast e një besimtari nga filozofitë e njerëzve. Kur akoma ju shkrim nuk ka hyrë në zemrën tonë, kur ata shkrim ne nuk e praktikojmë, nuk e vëmë në këtë rast në zbatim që Jakovi po i shkruante, në Jakovi 1, po i shkruante 12 fiset e Izraelit dhe thot, mos jini dëgjues të fjalës, të kujt fjale. Në vargu 25 e përcakton shumë qartë ajo fjala në këtë rast ishte ligji i atit, i lirisë, na jep liri, na jep urtësi, sepse mëkati në masandaj na fut në skllavëri. Mëkati e shkelja e ligjit, përsëri kthehemi atje. Sa evidencë duhet kemi për shkrimit vëlla motër? Sa evidencë duhet të kemi nga lavdia e atit shprehur, karakteri i tij në shkrimin e tij? Unë e di që shumë në këtë rast nuk duan të dëgjojnë gjëra të tilla, përse? Sepse jemi mashtruar. Me gjithë dashurinë për ty vëlla motër, por kisha dhe unë atë mashtrimin tim vite më përpara. Por lavdjatit që dola nga sekte, nga denominacionet e njeriut që shkrimi nuk përcakton gjëra të tilla. Po bisedoja me vllajin këtu, lavdjatit. Shkrimi është i tillë, gjërat janë të thjeshta. Kur heq kushtetutën e një vendi, apo në vendin tonë, me çfarë do ecim? Hiqe në këtë rast ligjet e rrugores. Pasandaj si do ecin makinat? Në kaos. Çdo njeri bën atë që ai duket e drejtë në syrin e tij, unë do hyj këtu, do marr këtë. Po pse kemi në këtë rast dekretet, ligjet në vendin tonë për aspekte të caktuara, që ne të qeverisemi, të ecim drejt, të kemi rregull. Dhe ati dëshiron, siç e kemi dhe shkrimi na dëshmon që në kishën e tij ai në këtë rast dëshiron rregull, kur vjen fjala në këtë rast kur vjen aspekti i të folurës në gjuhë të panjohur, thotë ati është ati i rregullit. Apo jo? Dhe dëshiron që të ketë rregull, dëshiron që të ketë rregull në familjet tona, lavdjatit. Dëshiron që të ketë rregull në asamblenë e tij. Dhe gjëja kryesore që ati kërkon të kemi rregull personalisht në ecjen tonë të drejtësisë, sepse ai drejti në këtë rast dëshiron të pëlqejë zemrës së atit.
ai që zbaton drejtsinë është i drejtë, do shkrimin e Gjoni. Për lavdi të tia, duke ecur drejtësisht në familjet tona, duke pëlqyer karakterit të Atit, sjellja jonë, masandaj ajo sjellje reflekton lavdi Atit, ajo sjellje reflekton në asamble, sepse kur ti dhe unë ecim drejtësisht duke u pëlqyer Atit, në gjërat që ai na thotë, në urdhrimet e tia, në festat e tia që po lexoja me vllain këtu, me vlla Genti këtuja, lavdi Atit. Po lexoni në Psalmin 119 të vargu 152, thotë që vetë dëshmonte në këtë rast mbreti David, thotë. Prej shumë kohësh në këtë rast i kam njohur urdhrimet e tënde, thotë, të cilat çfarë? Të cilat i ke vendosur për jetë. Lavdi Atit janë të përjetshme vëlla motër, urdhrimet e tia, siç Ati është i përjetshëm karakteri tia. Lavdi emrit të tia janë të përjetshme, do thotë që janë për gjithmonë. Nuk ka autoritet asnjëri që ti heqi, sepse Ati dëshiron të na bëj të mirën vëlla motër. Dëshiron të vërtetoj beslidhjen e tij lavdi Ati që e ka përcaktuar fillimisht me etrit tanë, masandaj u shpreh haprazin me Avrahamin. Dhe thot në Levitiku 26 që unë thot Ati dëshiroj të vërtetoj beslidhjen time, duke të bërë të mirën, po dhe në qofë se ti thot do zbatosh urdhrimet, festat e mia thot, urdhrimet e ligjin tim thot, që ka vendosur për jetë, është i vërtetë, lavdi Atit, si që Ati është i vërtetë, është dritë, ligji ti është dritë lavdi Atit. Qa do thotë? Ke dritë kur ecën vëlla motër, në të përditshmën tënde. Diku po ecën në këtë rast sepse po shikon dhe po kërkon urdhrimet e tia, lavdi Atit. Po kërkon të nderosh gjakun e bestidhes me të cilën u veçove, lavdi Atit. Në momentin që i the po, mbretit e lavdisë, po unë besoj që ti u ringjalle në ditën e tretë, fillovi në këtë rast beslidhja, fillovi ecja jote vëlla motër. Ajo ecje që të përcakton sjelljen në këtë rast që do t'i pëlqejë Atit. Po, unë jam shumë dakord vëlla dhe motër, që kemi një kohë mësimi, kemi një kohë rafinimi, kemi një kohë që t'i tregojmë Atit dashurinë e vërtetë. E para e Gjonit 5:3 thotë, kjo është dashuria, ja ku përcakton shkrimi aspekte të caktuara, jo filozofia time dhe tendet, me gjithë respekt vëlla motër. Ku përcakton shkrimi, çfarë është dashuria? Kjo është dashuria e Atit Elohim, e para e Gjonit 5:3, që në këtë rast ta duam Atin dhe të zbatojmë urdhrimet e tia. E nuk janë të rënda, nuk janë brengë vëlla motër, nuk janë zgjedhje me tërë filozofitë e njeriu që të kanë tenë. Ati si vendos ka diçka në jetën tonë dhe që kanë të rënda, dëshiron Atit na shtypi neve me gjëra që janë të tilla? Jo, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Është njeriu që i bën gjëra të vështira, është njeriu që manipulon shkrimin e tia. Prandaj në Shqipëri kemi vaktësinë që si që unë po e prek hapurazi tani. Prandaj shikojmë që në këtë rast prania e tij ka lënë me kohë dhe themi që po mësojmë nga shkrimi, nga cili shkrim? Pjesërisht? Marrim këtë, po të vazhdosh ti jesh pjesërisht me shkrimin siç po vazhdon sot, sjellja tënde, rritja tënde frymërore është e pjesshme vëlla motër. Por i bekuar është ai që mediton tek ligji i tij ditën e natë shkrimi. Në masandaj do jeti frutshëm, do jetë ajo pema që është implantuar, që është e themeluar, lavdi Atit. Do ketë frute në kohën e stinë e caktuar, po vëlla motër ka një kohë, ka një stinë që në këtë rast do vjelësh ato që do mbjellësh, por puna është çfarë mbjellim neve? Çfarë mbjellim neve? A nuk e thot Jakobi çfarë do të mbjellim? Jakobi 1 thot të mbjellim fjalën e tia, që është në gjendje të na shpëtoj shpirtrat tanë lavdi Atit. Ai ligji përsosur që thot masandaj në vargu 25, që të ngulmojmë të jemi berës, të kemi mbarësi. Harmonia e shkrimit në të njëjtën gjë thot Psalmi 1, apo jo? Apo do jemi si në këtë rast të pabesë që kanë praktiksuar ligjin e Atit dhe e merr thotë ai se bujku që e merr era dhe e thutje. Psalmi 1 prap vargu 6. Lutem Atit që ti të kuptosh principet, karakterin e Atit që ka vendosur në shkrimin e plotë, që nga zanafilla deri në zbulesa. Dhe do jesh i formuar, do jesh i themeluar, do kesh themele të forta. Nuk ka rëndësi vendi vëlla motër ku jemi. Ati nuk është influencuar nga vendit tonë, apo nga Afrika, apo nga Amerikë, kudo që ti jesh. Burimet e tia në këtë rast nuk kanë shteruar, nuk do shterojnë. Por puna është që shumë herë ne nuk kemi besimin. E di pse, sepse
dëgjoj vëllezër e motra që vajtoj. Po ja, shiko tani, ja, nuk mu plesua kjo dëshira, ja, ato kisha ato planet e mia, 1, 2, 3, unë erdha në besim, por ja, shiko, nuk po ndodhin gjerat, miru pa, nuk unika. Nuk është një vetëm një rast. Dëgjova një vëlla që vajtoj, me gjithse pas foto dhe nuk e di pa më shkon vëlla, por vajtoj për tyne. Dhe je larg Shqipërisë, të thaj vëllai që atëre mos u largon nga Shqipëria, se ati të ka vendosur për të rafinuar në Shqipëri, por nuk më dëgjove vëlla im. Dhe ja si masandaj çfarë po ndodh. Dhe nuk ta ka fajin njëri tjetër vëlla apo motër. Gjithmonë e kemi përballjen me hatin, me asnjë tjetër, nuk na ka fajin vëllai apo motra. E kemi gjithmonë në këtë rast, kemi marrëdhënien, kemi përgjegjësinë me hatin vetë vëlla motër, gjithmonë me te. Si tha Plank Prishuri, kur arritin atë gjendjen që në këtë rast nuk u përball me disa gjëra, po kishte ato, mori ato lekët nga jati dhe shumë herë neve marrim në këtë rast të udhë dhe marrim rrugët sepse na duket mirë në syrin tonë, do vend diku, por a përcakton vullnetin e atit, a përcakton zerin e tia. Dhe kur arriti Plank Prishuri duke ngrenë, duke ngrenë, ishte uritur dhe po shikonte ushqimin e derave. Dhe unë lutem atit që me gjithë dashurinë po e them këtë dhe po bëj këtë deklarim që shumë për nesh duhet të arrijnë në atë pikën e fundit që të kuptojmë masandaj karakterin e vërtetë dhe të thrasim atin me një zemër të vërtetë dhe të shikojmë ku kemi gabuar. Dhe gabimi më i madh që sot vëllezërit që janë në drejtim vazhdojnë të implementojnë me ungjillin e pjesshëm, duke hequr karakterin e atit, urdhrimet, festat e tia, duke mbajtur festat e Balit, festat e Papa Gregorit, të 13 me kalendarin e 1580-ës. Ati ka një kalendar të veçuar të ti në vëlla motër. Festat e tia janë të përjeqme, janë të veçuara. Sabati tia është një shenjë besëlidhje së përjeqme, lavdi atit. Por ndoshta ti mund të shkosh në të shtunën apo dëgjoj që shumë prej shërbesave sot bëjnë të shtunën, por vërtet po praktikojmë sabatin në plotësinë e të shtunës. Apo mbas shërbesës masandaj shkojmë dhe vem blejmë, shesim, shikojmë gjërat tona në për vende, marrim udhëtime të gjata. Jo sepse nuk duhen marrë udhëtimet bëhen për nevoje, për emergjense, për vëllezërit e motrat në atë ditë, të shërojmë, të çlirojmë, të lutemi, të shikojmë nevojat e njëri tjetrit, ta duam njëri tjetrin sepse është urdhrimi i dytë që tha Mesia. Ne sot kemi harruar ta duam atin. Dashuria ati shprehet në urdhrimet e tij, sapo e përmendëm dhe ta thotë vetë, si ligji për deri 6, si e para Gjonit 5:3. Masandaj ta duam të afërmin si vetja jonë. Dashuria e sinqertë, zemra e sinqertë ndaj njëri tjetrit. Dhe kush më njeh, vazhdoj dhe kam shprehur dhe vazhdoj të trokas në zemrat e vëllezërve dhe motra me një dashuri të sinqertë. Po e di vëlla motër që flas disa gjëra që janë të vërteta dhe e di që mendja mishore tonë nuk i pëlqen të ecë në drejtësi, sepse e thotë Romakëve 8, hapras që mendja mishore nuk do të ecë në urdhrimet festat të atit që është ligji i tij. Po e di vëlla motër, ajo gjë është përcaktuar nga shkrimi dhe nuk është një rrugë e mirë sepse prodhon vdekje thotë shkrimi. Është vdekja frymërore si erdhi në kopshtin e Edenit. Masandaj vjen vdekja fizike me sëmundje apo gjëra që ti dhe unë në këtë rast mund të kemi shkelur ligjin e atit dhe ati vjen dhe qorton si ati që do dhe thupros birin e tij që thotë Hebrejtë. Ato shkrime ne i shikojmë, por a i marrim parasysh, po erdhi gripi. Gripi? Nuk është gripi, janë frymrat që godasin sepse mbrojtja e atit është larguar, sepse neve kemi shkelur si erdhi me Jobin apo si thotë shkrimi që në Gjoni thotë haprazi. Që kur ecën urdhrimet e atit, kur mban fjalën e tij, atëherë thotë as i ligu nuk ka për të prekur. Ati i tha vetë dhe e thiri në përdorim Satanin. Dhe i tha hajde tha sepse më duhesh pak tha. Ti pra të punë tha unë të kam lënë akoma vërdall, se më duhesh për të bërë disa gjëra, tha ke parë shpërtorin tim Jobin tha. Po e kam parë tha ke vënë mbrojtjen. Ke vënë mbrojtjen vëlla e motër, kush i kishte vënë mbrojtjen, kishte vënë Ati, sepse Jobi po ecte në rrugën e drejtësisë së lavdiatit.
po ecën në rrugën e mirë, rrugët e tia po i pëlqenin Job, në këtë rast Atit, rrugët e Jobit. Dhe kishte mbrojtje në personin e tia, në familjarët e tia dhe në gjërat që ai kishte, apo jo? Kjo është principet, to janë principet e shkrimit që duhet na qeverisin jetën tonë. Po ta ke lexuar ndonjëherë vëlla motër në ligjin për të rirë 28? Në qovë se zbatoni urdhrimet e mia, qovë se zbatoni zërin e tim, thot të gjitha urdhrimet e mia, atëherë do t'jeni të lartësuar për mbi kombet dhe vazhdon Ati të tregojë çdo bekim që dëshiron të bëjë të mirën popullit të tij, se rezultati i vargut një. Ligji për të rirë 28:1. Po jo si s'më dërgonte vllai masandaj nga Vlora dhe thoshte vlla, do jesh i bekuar, fillonte nga vargu 2. Po thash vlla, do jemi bekuar në qoftë se do marr vargun e parë dhe do ta aplikoj atë vargun e parë, sa i vargu i parë në këtë rast hap rrugën për çdo gjë tjetër që Ati dëshiron të bëjë në jetën time apo në jetën tënde vlla motër. Ligji për të rirë është aktiv në jetën tënde vlla motër, e di që të kanë gënjyer, e di që na kanë thënë me çdo filozofi njerëzish, me çdo gjë që kanë hedhur tutje, shkrimi dhe na kanë mbajtur peng, sepse Satani mban peng me filozofitë e tia. Lutem Ati që ti të dalësh në të vërtetën, vërtetën e shkrimit, vërtetën e ligjit të përsosur, dhe është karakteri i Atit, ai ligji i përsosur. Përse Mesia na tha, ti jeni të përsosur si Ati juaj është i përsosur, apo jo? Si do jem ti dhe unë i përsosur në ecjen tonë, duke shikuar ligjin e përsosur, që është ligji i lirisë. Psalmi 19 vazhdon duke na përcaktuar integritetin e Atit, thotë gjithashtu thotë në mbajtjen e kujt e ligjit, në shërbëtori tën, thotë, po ta shikoj motër, në vargun 7. Shërbëtori tën është i lajmëruar prej tyre, për kujt, për urdhërimeve, që është në ligjin e Atit. Është i lajmëruar prej tyre dhe në mbajtjen e tyre ka një shpërblim të madh, thotë lavdiatit. Ka një shpërblim të madh vëlla motër, si në kohën e tanishme dhe në kohën që po vjen në 1000 vjeçarin. Se zbulesa 22 na thot shumë qartë që lumë ata që zbatojnë urdhrimet e Atit Elohim do kenë të drejtën për të hyrë në portat e lavdisë, do anë nga pema jetës që ndodhet në mes të parajsës në zbulesa 1:8 thot. Ndodhet në mes të qytetit, Ati do ta zbresi pemën e jetës që e hoqi nga kopshti i Edenit. Do ta zbresi në qytetin e Jeruzalemin e ri, që po vjen, është në qiellin e tretë, lavdiatit. Por pyetja tek ne në zemrat tona, a i njohim urdhrimet e tia, a i njohim festat e tia biblike? Kur do vi momenti në jetën tonë vëlla motër që ne të largohemi nga Babilonia, nga bisha e Romës, që praktikon me çdo lloj feje paqe, me çdo lloj manipulimi që ndodh tu në Tiranë edhe përtej? Kur do largohemi nga sekte të tilla, që të rrugët tënde t'i pëlqejnë Atit në festa, në urdhrimet, në ligjin e përsosur të tia, që shpreh që në fillim nga zanafilla deri në zbulesa, po çfarë ndodh sot? Ne kemi hequr zanafillën rreth parë. Kur heq zanafillën, me çfarë do ecim? Po zanafilla është hequr, Eksodi është hequr, Levitiku është hequr, ligji për të rirë, numrat janë hequr. Më fal, psalmet janë hequr. Fjalët e urta janë hequr. Po jo, 10 urdhrimet nuk janë hequr. Po ligji është anulluar. Po jo, urdhërimet më duan se tash unë nuk duhet të gënjej, nuk duhet të marr emrin e Atit, nuk duhet të blasfemoj, nuk duhet të vjedh, nuk duhet të dëmtoj të afërm. Ato jo, më duhen, por shiko çfarë arsyetime kote kemi sot. Urdhrimet e Atit, 10 urdhrimet e tia janë të përsosura, janë të përjetshme. 10 urdhrimet përcaktojnë zemrën e ligjit të Atit. Më tej kemi masandaj për çdo urdhrimet, për 10 urdhrimet e Atit, përcakton gjëra më të thella, më të si thua, më në detaje. Çfarë neve duhet të bëjmë që t'i pëlqejmë Atit, zemrës së tia? Kjo ishte vëlla motër, unë shpresoj që ti ta kesh në zemrën tënde, ecjen tënde dhe të shikosh Atin dhe të mos shikosh njerëz. Njerëzit i shikojnë po kur ecin në rrugën e mirë, në rrugën e drejtë, në rrugën e përsosur të ligjit të tij të përsosur, që Ati na ka dhënë. Që do ta mbajmë në përjetësi. Në momentin që është hequr trupi mishor, që nuk do të zbatoj ligjin Romakët 8:7, do ta mbajmë ligjin e Atit, festat e tij në përjetësi, Mesia do jetë këtu, do t'i mbajmë për gjithmonë.
Isaia 66 ta thot hapurazi, e Zekaria 14 flet për një nga festat e atit, festën e kasollave të tabernakujve, që do t'i mbajnë në përjetësinë, nga një sabat në tjetrin, thot Isaia 66, nga një henë e re në henën tjetër, nga një sabat në sabatin tjetër, do vinë të adhurojnë mua, thot Jahve i ushtrive. Ata po thoshte Pali në Kolosianët 2, 16 dhe 17, thot, mos ju gjykojnë paganët, mos ju gjykojnë në filozofitë e njerëzve, thot, mashtrimet e kota të kësaj bote, thot, urtësia në këtë rast e kësaj kohe, sepse këto festa, henat e re, sabatin, festat e atit, do t'i mbani është hija e gjerave që po vinë. Tani, thot, ju keni një farë njohurije, keni një farë hije, thot, por në atë ditë nuk është me hija, se do t'a shikoni si qeshte, dhe ai do na mësoj ligjin e përsosur të atit, vetë Mesia, kur do jetë një veçarin, kur ka vendosur mbretërinë e tija. E di vëlla motër, për ju që po më ndiqin, që ndoshta këto gjëra normal që nuk t'i ka thënë pastorit tent, por kjo është çfarë shkrimi na thotë në Zbulesa 21. Kjo është mbretëria që po vjen. Në kohën tënde mund t'i kuptosh, por vllai po herit në këtë rast, po dua që të mbjell fjalën e mirë, fare në zemrën tënde, që ti të kuptosh që ka një ecje të mirë, të drejtë dhe është karakteri atit. Mesia nuk mund të shkoj kundra atit të tia, si mund të thuash që ka hequr, ndërkohë kur ai deklaron me fjalë, me autoritetin që ati i dha, dhe deklaron tek Mateu 5. Unë nuk kam ardhur për të shfuqizuar, mos mendoni, tha, as ligjin, as profetët. Se ndryshe çfarë, do ishte çfarë profeti Remi, por nuk lavdiatit që është i përsosuri, mbreti lavdisë, kryeprifti më i lartë i përjetshëm. Dhe flet masandaj për të zbatuar urdhrimet në vargu 18. Do merrni autoritet nga mua, thot, mbi qytetet e kombet. Çfarë? Do mësojmë ligjin kombeve që kanë mbetur mbas zemërimit të atit. Sepse nga Sioni do dali ligje, Isaia 2:3. Nga Sioni, ku? Nga një veçan, nga mali i shenjtë, nga Jeruzalemi i ri, nga qyteti i tij do dali ligji, sepse do të mësohet kombeve. Kombeve që në këtë rast janë jashtë qytetit, që janë të vdekshëm, vazhdojnë me jetën e tyre, por atyre në këtë rast do të mësohet sjellja e drejtë e përsosur të atit. Nga kush? Nga ata që ka caktuar Mesia, shërbëtorët e tij, që do japi autoritet në atë ditë, që dhe ata të tjerët në këtë rast të shpëtohen. Ngjallja e parë, ringjallja e parë është për ata që do hyjnë në qytetin e tij. Zbulesa 22, Zbulesa 21 përcakton me detaje qytetin e ri, të atë Jeruzalemi i ri. Ajo është ringjallja e parë. Prandaj thon shkrimi, të bekuar janë ata që marrin pjesë në ringjalljen e parë. Pastaj ringjallja e dytë që flet është për ata në këtë rast që kanë mbetur mbas zemërimit të atit, nuk janë shkatëruar plotësisht njerëzimi, vëlla e motër. Akoma ka mbetur në këtë rast një mbetje, në këtë rast që do vazhdojnë të kenë jetën e tyre, janë të vdekshëm, por do ta shikojnë Mesian. Do ta shikojnë dhe do besojnë shumë në atë ditë në test, sepse do ta shikojnë fizikisht. Dhe kjo është ringjallja e dytë për ata. Dhe masandaj do jemi një dita e 8 të kuvendit madhështor, një nga festat e atit përcakton masandaj si kombet që në këtë rast do ringjallen në ringjalljen e dytë. Dhe ne që jemi ringjallur në këtë rast që ati ka vendosur të denjin atë ditë që janë brenda, janë pjesë në këtë rast në 1000 vjeçarin në qytetin e tij, masandaj do jemi në këtë rast një në përjetësinë. Lavdiatit. Kjo ishte në zemrën time, vëlla motër. Shpresoj që të ketë prekur zemrën tënde, shpresoj që të ngulmosh në festat e atit, në urdhrimet e tij, në fjalën e tij, të ecësh në këtë rast i denjë, pa njolla, pa të meta, siç thoshte edhe vet Luka 1:5-6. Që ishte Zekaria dhe Elisheva në këtë rast, burrë e grua që ecën në këtë rast pa të meta, pa njolla, duke ecur në të gjitha urdhrimet dhe ligjet e atit. Majtë në fesën e Bukës Pamaja, motra që kishin ndjekur Mesian nga Galilea dhe pan varrin që ishte vënë trupi i tij, dhe pushuan në sabatin sipas urdhrimit. Ishte një sabat i lartë, vëlla motra, është dita e parë e fesës së Bukës Pamaja. Dita e nesme mbas Pashkës quhet sabat i lartë, që motrat në Luka 23, vargu 54-56 pushuan sipas urdhrimit të dhënë në Levitiku 23, nga vetë goja e të plot fuqishmit, të përjetshmit, Jahve Elohimi tënd, që të ka krijuar,
dhe po ngulmon në këtë rast dhe po troket në zemrën tënde. Që ti t'i pëlqesh ati në rrugët tënde. Më lutem atit, po lutesh atije dhe në fakt partije më fal. Dhe e ndjeva praninë e tia sepse dërgovi engjëllin mu në dhomën e hotelit ku isha aty në Tiranë. Dhe në këtë rast në atë moment ngela sepse prania e fuqishme ati engjëllit erdhi me diçka dhe koka në këtë rast po më zgjinte nga prekja që më beri. Dhe isha duke lutur në gjuhë për 2 orë para se të vinte. Dhe kur erdhi në këtë rast e ndjeva që ishte aty dhe unë nuk mund të lëvizja nga prania e tia. Dhe po vajtoja për popullin tim, po vajtoj për ty, megjithse nuk më kupton, por nuk ka rëndësi. Vajtoj që të ngrihet një mbetje, ajo mbetja që ati po ngrej në këto orët e fundit. Mund t'jen pak, nuk ka rëndësi. Po unë lutem atit ti t'jesh pjesë asaj mbetjes, që do t'i pëlqesh rrugës së atit, do besosh tek Mesia Jashua, do mbash urdhrimet e atit, për të mësuar kombe dhe kombit tonë që ka shumë nevojë. Di do përcaktohen vëlla motër. Mateu 7 thot haprazi. Shumë do afrohen atë ditë. Kemi bërë shenja, kemi bërë mrekulli, kam predikuar, kam dalë, kam ndërtuar, kam ecur. Nuk ju kam njojtur, ju që kryeni pa udhësi, thot shkrimi. Çfarë është pa udhësia? Pa udhësia është mëkati është shkelja e ligjit. E shikon ku jemi, e shikon ku asambleja sot është. Mëkatin duke shkelu ligjin e atit të vazhdueshëm, ajo është pa udhësia. Lutem që ti të ndalosh. Lutem që ti të pendohesh nga pa udhësia, vëlla motë, siç kemi penduar neve. Dhe kemi akoma pendimin për të bërë më shumë gjëra. Nuk e kemi arritur akoma. Nuk kemi të përsosur. Mundohemi në të përditshmen tonë të mundur që të pëlqejmë rrugët të atit. Të na mësoj urdhrimet e tia, që të mos i shkelim urdhrimet e tia, se vetëm Satani do që ti dhe unë të shkelim urdhrimet e tia. Dhe kur themi që kemi hequr urdhrimet e tia, festat e tia, çan këto ishin për judejtë, vërtet ishin për judejtë? Do me thënë ti ke zgjedhur në këtë rast ke një Zot që nuk është me ju hebrejve, do me thënë ti ke zgjedhur një Zot që është më vete. Këte po deklaron, këta në këtë rast të kanë thënë. Të kanë gënjur vëlla motër. Efezianë 2 thon haprazi, që gjaku i Mesias na bashkovi, na beri nga 2 popujt, Izraelin dhe neve, kur besuan tek Mesia Jashua, që janë emrat e tij të vërtetë. U bëm një. Kemi të njëjtën kushtetutë, thot numrat 15. Është një ligj për jetën si për ata, thot shkrimi, dhe për neve. Se vëlla mot, Adonai të bekoftë, nuk të vazhdoj për tej. Brenga është shumë e madhe.